në ditën e betejës madhe, ditën e lirish, o sot o kur. Dy vendimet e gjykatës kushtetuese që konfirmuan masën e sigurimit ndaj Sali Berishës krijuan bindjen se shumica e qeverisë se kishte fituar një precedent të vlefshëm. Juristë të ndryshëm argumentuan se gjykata kishte ndërtuar një konsum të veçantë për liderin e opozitës, i cili sipas tyre ishte prodhuar sipas interesave të kryeministrit Edi Rama. Por nëse gjykata është një fabrikë që duhet të prodhojë standarde të njëjta për çdo rast, atëherë i njëjti qëndrim duhet të vlejë dhe për çështjen e zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Më 19 nëntor 2025, GKK vendosi ndaj Ballukut masën ndalimi daljes jashtë shtetit dhe 5 udhim nga detyra, lidhur me hetimin për shkelje të barazisë në tendrat të tunelit të Llogaras me vlerë 190 milion euro. Edhe pse vendimi i GKK-s ishte i menjëhershëm, kryeministri Rama njoftoi më datën 21 nëntor se do ankimonte pezullimin në gjykatën kushtetuese, duke pretenduar se gjykata speciale kishte uzurpuar kompetencat e tij për emërimin dhe shkarkimin e ministrave. Kjo revizje është vendosur çështje në kushtetuese, e cila tashmë ka një precedent identik nga rasti Berisha. Në vitin 2023, 1 në 5 deputet ju kërkua të njëjtën gjë për Berishën, por gjykata refuzoi ta çonte çështjen në themel me argumentin se nuk kishte konflikte kompetencash dhe se masën e sigurimit duhet të ankimoshin individualisht. E vetmja në pakicë, gjyqtarja Sonina Bejti argumentoi se 1 në 5 deputet duhet ta kishin të garantuar të drejtën për ankimim. E në ankimimin individual të Berishës në vitin 2024, gjykata shfuqizoi masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit jo për arsye kushtetuese, po për mangësitë në argumentim nga gjykata e mëposhtme. Sipas shumicës së gjyqtarëve, në argumentin më të plot, masa do të ishte e vlefshme. Tani ndërsa Rama kërkon të njëjtin interpretim për Ballukun, gjykata duhet të ruajë standardin që vetë ka vendosur. E nëse gjyqtarët ndryshojnë qëndrim, kjo do të thotë se vendimarrja ndikohet nga emri i ankimuesit, jo nga parimi kushtetues.